kur nuk ndalën së ndruari, momentin kur historia do të ndryshonte, dhe kur nuk reshtëm së punuari, në mënyrë që kur ky moment të vinte, të na gjente gati, të përgatitur dhe përpara fati. Dhe shkoi pikërisht kështu, kur momenti erdhi. Ishim gati të nisnim së bashku me Komisionin Europian procesin e negociatave që nuk mund të ishte më intensiv e as më çlirues nga fantazmat e së shkuarës. Nga kërkesa jon për antarësim te koreksi ynë për rritje, po përvijohet një hartë e re, jo në letër, por në hapin ton të ardhurit bashkë më afër Bashkimin Evropian, në fluksin e turistëve dhe investimeve europiane dhe në zgjimin e një ide të thjeshtë por të fuqishme, që Ballkani Perëndimor nuk është ogori pasëm i Europës e as lagja e tij e dorës dytë, por horizonti i ri. Një horizont i ri jo prej mures e kufish, por horizont energjie dhe imagjinate. Një horizont ku Europa mund të rizbuloj shkatësinë e saj, oreksin, urinë e saj, nxitjen krijuese dhe mbi të gjitha dashurinë për jetën, për paqen e për të bërit bashkë. Sa më shumë hedhin sy nga bota rreth nesh, ku loja e madhe ekonomisë lëviz me shpejtësi, ku zinxhirët e furnizimit dridhen, ku teknologjia riformson jetën orë pas ore, e ku tranzicioni i gjelbër kërkon jo vetëm rregulla, por kuraj. Aq më shumë ndjejmë, si kur më parë, nevojën për më shumë Europë. Dhe pikërisht këtu, në zemër të këtij gatishulli, dikush përfillur si një periferi, a etiketuar fuqia e barutit e Europës, gjendet një rajon në rritje 2 herë më të shpejtë se sa mesatarja europiane, që ka një nivel të ulët borxhi, që është më e rëndësishme, me një energji sipërmarrëse që nuk i trembet së nesërmes.